ashtu siç po I përmendni edhe ju, do të thotë janë disa prej shtyllave të cilat e formsojnë familjen në fenë islame, mirë po pikërisht këto të cilat I përmendët ju, çështja e imanit, besimit, më pas dashurisë dhe mëshirës, janë pikërisht shtyllat kryesore ku një familje ndërtohet dhe një familje mund të ketë ymyt, siç thot populli, në suksesin në ecurinë e saj. Kur përmendet imani dhe besimi, s'ka dyshim se një familje e cila ndërtohet duke patur iman dhe besim Zotin e Madhreshëm, ajo familje nuk I bën padrejtësi as vetes, nuk I bën padrejtësi as antarëve të familjes dhe e ka përgjegjësinë dhe e mendon llogaridhënien para Allahut të plot fuqishëm. Ndërsa një familje e cila është larg besimit, larg imanit, larg njohshmërisë, s'ka dyshim që ajo mund apo ai individ mund ta dëmtoj familjen, mund ta pengoj zhvillimin dhe rritjen e familjes dhe mund të krijoj telashe dhe probleme sepse I mungon imani. Ndërsa kur flasim për dashurinë, është interesant e kanë përmend shumë prej ulemave të botës islame që dashuria nuk është vetëm ndjenjë. Pra, dikush mund ta dojë dikë, mirë po momentin që ajo dashuri nuk rrjedh nga zemra, atëherë nuk kihet apo nuk do të ketë sukses në atë ndërtim të asaj familje. Shembull, secili prej neve në rast kur sëmurët e don me zemër dhe me shpirt ilaçin dhe barnat, sepse e don edhe shërimin me zemër. Mirë po, ndjenjat dhe emocionet e thojnë të kundërtën, sepse ne e urrejmë ilaçin sepse mund të jetë I hidhur, mirë po e kapërcejmë apo e përbijmë atë për faktin që ne do të synojmë shërimin. Njëjtë dashuria e ndërton dhe ndikon në ndërtimin e një familje të qëndrueshme në fenë islame. Pra, familja e ndërtuar me dashuri është një familje e cila do të ketë me leje të Zotit Madhreshëm përparime dhe suksese në të ardhmen. Dhe pika tjetër apo shtylla tjetër se mbi çfarë ndërtohet familja është po ashtu edhe mëshira. Ne kemi të qartë transmetimet nga I dërguari ynë alayhi salatu wassalam, I cili në një rast disa prej sahabëve ishin prezent dhe e pan të dërguarin alayhi salatu wassalam, I cili I përqafonte nipërit e tij, pra Hasanin dhe Husejnin, nipat dhe djemt e Aliut radhiyallahu anhu, dhe njëri prej atyre që ishte prezent ju drejtua të dërguarit alayhi salatu wassalam duke I thënë: "O I dërguari I Zotit, a dhe fëmijët I përqafon me një lloj habije?" Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam ju drejtua duke I thënë që ai I cili nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Pra, ekzistimi I dashurisë dhe ekzistimi I mëshirës në familje dhe me antarët e familjes bën që familja të ndërtohet dhe familja të ketë do të thotë suksese në vazhdimsi gjatë të jetuarit në këtë dynjë.